Namazi, shtylla e fesë dhe gjëja e parë për të cilën do të japim llogari në ditën e gjykimit. Vetëm ky fakt na tregon gjithçka për rëndësinë e tij, apo jo? Por pyetja është, a e kryejm gjithmonë këtë adhurim ashtu siç duhet? Le t'i hedhrim një sy tre gabimeve më të zakonshme që mund të bëjmë shpeshherë pa e kuptuar fare. Dhe ja ku e kemi, fjalë për fjalë nga profeti, paqja qoftë mbi të. Kjo na e bën të qartë menjëherë peshën e këtij adhurimi. Nuk është thjesht një ritual, është themeli mbi të cilin ndërtohet gjithë llogaria jon. Prandaj, çdo detaj ka vlerë. Dhe këtu fillon sfida e vërtetë. Shumë njerëz falen rregullisht, por pa e ditur bëjnë gabime serioze. Gabime që mund t'ia ulin vlerën, shpërblimin e madje edhe vlefshmërinë e namazit të tyre. Okej, gabimi i parë. Dhe ky është ndoshta i më i zakonshmi, me të cilin luftojmë pothuajse të gjithë. Kur falemi fizikisht, por mendja dhe zemra jon janë kush e di se ku. E njohim mirë këtë skenë, apo jo? Trupi është në ruku, në sejdë, por mendja po planifikon takimin e nesërm, po mendon për mesazhin që duhet të kthej apo për bisedën që do bëj sapo të jap selam. Zemra thjesht nuk është aty. Tani gjërat bëhen vërtet serioze. Ky hadith është shumë i drejtë për drejtë. Na tregon se shpërblimi nuk është i garantuar vetëm sepse i bëre lëvizjet fizike. Jo. Shpërblimi është i lidhur drejt për drejt me nivelin e përqendrimit, sa ishte shpirti yt i pranishëm në atë moment. Dhe kjo pamje, kjo e ilustron në mënyrë perfekte. Imagjinoni pak, një person mund të falet dhe, siç e shohim këtu, të marrë vetëm 10% të shpërblimit, ndonjëherë edhe më pak. Pjesa më e madhe e tesarit shpirtëror thjesht humbet, vetëm sepse mendja ishte diku tjetër. Pra, si e rregullojmë këtë? Çelësi është përgatitja para namazit. Merre abdesin me qetësi, jo me vrap. Largo çdo shpërqendrim, sidomos telefonin, lëre sa më larg. Dhe para se të thuash Allahu Ekber, ndalo për 1 sekond, vetëm 1 sekond. Kujtoja vetes se po hyn në një audiencë me krijuesin e gjithësisë. Kjo e ndryshon komplet perspektivën. Mirë, gabimi i dytë. Dhe ky shpesh shkon dorë për dorë me të parin. Lëvizja shumë e shpejtë gjatë namazit. E njohim si falja si pula që ha kokrat, veçanërisht në ruku dhe në sejdë. Mendojeni pak këtë përshkrim. Vjedhje. Nuk është thjesht një gabim teknik. Përshkruhet si vjedhje. Një person që nxiton, në fakt po i vjedh vetes të drejtën për një namaz të plotë dhe të pranuar. Është një përshkrim jashtëzakonisht i fuqishëm. Kemi një histori shumë të njohur që na tregon saktësisht sa serioz është ky gabim. Një njeri hyn në xhami dhe falet, por lëvizjet e tij janë aq të shpejta sa që i tërheqin vëmendjen profetit, paqja qoftë mbi të. Dhe kjo është fraza tronditëse e këtij tregimi. Imagjinoni të mendoni se keni përfunduar një adhurim dhe t'ju thuhet se ai adhurim në fakt nuk ka ndodhur fare. Një namaz i nxituar mund të jetë aq i mangët sa të konsiderohet plotësisht i pavlefshëm. Dhe kjo nuk ndodhi vetëm një herë. Burri u kthye, u fal përsëri me shpejtësi dhe profeti i dha të njëjtën përgjigje. Kjo përsërit 3 herë resht, 3 herë, për të theksuar pas një dyshim se qetësia në lëvizje nuk është një opsion, por një kusht absolut i namazit. Zgjidhja është një koncept i quajtur tumanina, që do të thotë qetësi e plot. Pra, kur je në ruku, qëndro aty derisa çdo kockë dhe gjymtyr të gjej prejen e vet. Vetëm atëherë dhe vetëm atëherë lëviz në pozicionin tjetër. E njëjta gjë vlen për sejdën dhe për çdo lëvizje tjetër. Dhe tani gabimi i tretë, i cili prek vetë shpirtin e namazit, recitimi i fjalëve, veçanërisht i sures El Fatiha, në mënyrë mekanike, thjesht si tinguj, pa e kuptuar dhe pa e ndjer kuptimin e thellë që mbartin. Ky hadith kutsi na zbulon një sekret të mahnitshëm. Namazi nuk është një monolog, është një dialog i drejt për drejt me Allahun. Por çdo ajet të Fatihës që robi e reciton, Allahu i përgjigjet. Por si mund të zhvillojmë një dialog nëse nuk e dim fare se çfarë po themi? Kontrasti është si nata me ditën. Një namaz me fjalë të pakuptueshme është një barr, një detyrë me zemër të ftohtë. Por kur kuptohen fjalët, ai shndrohet në një burim paqeje, një lidhje emocionale ku fjalët kanë fuqi të vërtet për të prekur zemrën. Zgjidhja është shumë praktike dhe e arritshme. Fillo me gjën më të rëndësishme, suren El Fatiha.
Mëso përkthimin dhe kuptimin e çdo ajeti. Më pas, zgjidh 2 ose 3 sure të shkurtra që i përdor shpesh dhe bëj të njëjtën gjë. Kaq mjafton për ta transformuar namazin nga një zakon mekanik në një bisedë të gjallë. Mirë, pasi pam gabimet dhe si t'i ndreqim ato, lind pyetja, çfarë ndodh kur e bëjmë këtë? Cili është shpërblimi i vërtet i gjithë këtij përkushtimi? Le të shohim rezultatet e mrekullueshme që vijnë nga një namaz i ndërgjegjshëm. Këto janë përfitimet e vërteta. Përpjekja për të përmirësuar namazin nuk është thjesht për të shmangur gabimet, është për të zhbllokuar një thesar shpirtëror. Namazi bëhet momenti i shumëpritur i ditës, një streh paqeje ku u forcohet besimi dhe ndjehet një afërsi e vërtet me Krijuesin. Kjo thënie e bukur e profetit, paqja qoftë mbi të, përmbledh qëllimin përfundimtar. Shpërblimi më i madh i një namazi të përsosur është pikërisht ky: të gjesh qetësinë dhe prehjen e vërtet në të, tamam siç e përjetonte ai. Dhe kjo është pika thelbësore që duhet ta mbajmë mend. Fokusi nuk duhet të jetë sa shpejt e mbarojmë apo sa shumë rekete falim, por sa thellë e përjetojmë çdo moment të tij. A është namazi ynë një bisedë e ndërgjegjshme, e qetë dhe e përqendruar? Kjo është pyetja që vërtet ka rëndësi.